Për atë që nje sadopak jugun, emri i përgjithshëm Lunxhëri, me njëherë do t'i kujton të një emër të përveçëm, simbol të emërtesës së lartë përmendur. Ky simbol është Doksati, një fshat ku traditat arkitekturore dhe trashëgimia shpirtërore kanë bërë për vete studiues të ndryshëm, të cilët e kanë vizituar dhe vizitojnë atë veçanërisht në stinën më të bukur, në pranverë. Unë, i detyruar zgjodha stinën me ekstreme për të vizituar Doksatin, dimrin, si për ta njohur atë domosdoshmërisht edhe në një kohë tjetër, kur natyra ka zhveshur gjithçka dhe e ka lënë atë të heshtur, por krye lart, me stuhive të dëborës që vërtiten kreshtave të malit sipër tij. Mes shtëpive të shumta të fshatit të njohur, bie në sy edhe shtëpia e Çuçajve, ku ndërthurja bardhë e zi të ngjan me shenjën e dikurshme të kryqit të bardhë që vjej në derën e të krishterëve për t'i dalluar ata nga popullsia e besimit tjetër. Në fakt, kushdo që ka vizituar atë shtëpi, e kupton se kjo njollë e bardhë është si për ta shenjuar apo dalluar këtë shtëpi që përveç statusit të monumentit të kulturës, gëzon mes nesh edhe statusin shtëpia mikpritëse. Bardhësia në sipërfaqen me gur të zi në ballin e shtëpisë është kamerieja apo balkoni sa i brendshëm, i cili më së shumti ka qenë vendi ku miqt shqiptar apo të huaj kanë shijuar qerasjen tradicionale lunxhote dhe peizazhin që të ofron ky vend. Kjo është shtëpia e Çuçajve, shtëpia ku lindi dhe u rit mjeku i njohur ginekolog Dimitër Çuçi. Mitro Çuçi është një nga 6 fëmijët e bashkëshortëve Koço e Marina Çuçi. Familja ku lindi Mitrua dallohej për traditat e saj patriotike dhe arsimdashëse. Fëmia i 4 i bashkëshortëve Koço e Marina u prit nga Mamio Limbishori në muajin maj, atëherë kur natyra ka çelur të gjitha lulet e saj. Kjo shtëpi ka lindur 6 fëmijë. Në atë 6 është edhe Mitrua tonë. Lindi në vitin 1952, më 19 maj. Ka lindur në Peshë fëmia më i madh nga të tërë neve. I thoshin babai i fëmijës. Arsimi 7 vjeçar Mitrua e kreu në fshatin e tij të lindjes, Doksat. Arsimin e mesëm e kreu në Tiranë. Studimet e tij në shkollën ushtarake Skënderbej u ndërprem papritur në muajin janar, kur ai ishte në vitin e 3. Ishte një aksident për shkak të mjergullës, kur autobusi doli nga rruga në Virua dhe Mitrua mbeti i plagosur. Do iknin do venin në shkollë në datën 6-7 janar, nuk e mbaj mend se ditë që. Ashtu u nisën me autobus për të vatur në shkollë. Mjergull e madhe, nuk shihej. Autobusi u rrëzua në Virua. Gjatë viteve të shkollës ai u dallua jo vetëm për zelljen dhe rezultatet në mësime, por edhe për aktivizimin e tij në ekipin e volejbollit të studentit, duke u dalluar si një nga volejbollistët më të talentuar. Mitrua, siç e njihnin të gjithë, ndoqi studimet e larta në Fakultetin e Mjekësisë nga viti 1970 deri në vitin 1976, duke marrë titullin mjek i përgjithshëm. Pas përfundimit të shkollës, ai mori specializimin për mjek dhe në përfundim të studimeve e fillon këtë profesion në qytetin e Përmetit dhe vetëm pas 18 muajsh fillon punë në spitalin e Gjirokastrës. Bie në spitalin e Gjirokastrës. Fillon si patholog, pastaj me fëmijët dhe më në fund në maternitet. Dhe mësoj shumë.
Dhe duke parë vetë ata të drejtorisë së spitalit, vetë zoti Filip që ishte me të, u interesuan dhe e dërgojnë për specializim. Specializimin për mjek obster-ginekolog ai ndoqi në Tiranë në vitet 1978-1981. Pas specializimit, nga viti 1981 deri në vitin 1988, punoi si mjek obster-ginekolog në Spitalin e Gjirokastrës, ndërkohë që për 26 vjet me radhë, nga viti 1988 deri në vitin 2014, punoi si shef shërbimi në maternitetin e këtij spitali. Kjo kohë gjatë pune është e shoqëruar nga sakrifica të panumurta që mitrua dhe stafi i tij bën në emër të jetës së fëmijëve dhe të nënave. Më mirë se kushdo për këto sakrifica mund të na flasin bashkëpunëtorët e tij në maternitet. Me doktor Dimitrin jam njohur që në mosh shumë të re, do thuaj kemi qenë moshatar. Në vitin 81, doktor Dimitri ka filluar punë si obstetër ginekolog në maternitetin e Gjirokastrës. Ishte një njeri, më thënë, korrekt në punë, me shoqërinë, i sjellshëm me të gjitha neve. Ai gjeti një ekip shumë të mirin atje, gjeti doktorët të përgatitur, edhe vetë përfitojti shumë nga kjo përgatitja teknike e profesionale e doktorëve, njëkohësisht dhe personelit të mesëm ishin të gjitha të përgatitura. Kemi gjetur Marina Gudhën, Athina Sinon, Lambrini Karajanin, e kam gjetur aty edhe unë dhe Dimitri, ishin shumë të përgatitura. Përballonim një punë shumë të madhe, po thuaj në rang qarku. Doktor Dimitrit me daljen e Filipit, shef të shërbimit, i ra një barë shumë e rëndë, po thuaj çdo natë gdhiesh në maternitet, në urgjenca, vinte me atë qetësinë e tij, me atë mençurinë e tij, me atë memorien e tij aq të kështu, që kishte raste që kujtonte gratë si kishin kaluar lindjet e para dhe le të vinte gruaja edhe pas shumë vjetësh. Ai ishte në gjendje të mbante mend edhe datën e lindjes së gruas. I afërt me neve, i respektuar, i dashur me punojësit. Doktor Dimitri nuk njifte as fest, as vitëri, as një maj, ato që festoheshin ato kora. Jemi gdhir me ne të tëra në maternitet. Na kujtojnë shumë raste, po të them vetëm njërin. Gruaja e priste poshtë me të dy vajzat të veshura për të dalë në virua, se atëherë viroj ishte dhe dilnim. I kishte bërë ato vajzat si kukulla me një fustan të bardhë që të dyja vajzat e saj, dhe doktori nuk vajti fare. Kemi ikur në materniteti dhe ne kishim turni parë në 5 të mbasdites. Ne kishim një kështu gëzim të madh kur dilte gruaja me duar plot. Unë mund të them që jam një njeri me fat, që arrita të punoj me doktor Dimitrin, duke mësuar shumë prej tij, pasi zanati tonë është vërtet një zanat që do punë, do përkujdesje dhe do një shkaftësi maksimale. Unë me doktor Dimitrin punova 3 vjet ku nga ai mësova shumë, si nga zanati, por edhe në jetën shoqërore. Këtu e 30 vjetë për para, na kanë dërguar për një grua në Sopik, një ekip me doktor Shmira Basharin, me Jorgo Rapin, me doktor në krye Dimitër Çuçin, grua si kishte ngelur placenta brenda për gati 3 orë, pas 4 orësh kemi shkuar ne, doktori ka bërë zero se një operacion në kushtet e një fshati të largët që është Sopiku, fshati më i largët i Gjirokastrës. Pasi kemi punuar, kemi hequr për shtratin e gruas, kemi dhënë dhe gjak gruas, pastaj pas 4 orësh gruan e kemi sjellë në Gjirokastër dhe në ora 4-5 të mbasdites kemi mbritur në Gjirokastër. Kjo ka ndodhur para 30 vjete dhe aty kemi gjetur dhe doktorët e zonës, dhe doktorët e zonës, dhe kam ngelur, do me thënë, e shokuar për aktin e doktorit që punoj në ato kushte të një
në një fshat të largët me kushtet e fshatit. Kemi udhëtuar dhe një herë të dy për në Tiranë me një grua që e ka çuar pas operacionit me temperaturë, shumë i stresuar, ka fjetur tërë natën në ambulancë, që është shumë i përkushtuar për punën. Për kontributi i mjekut Çuçi mund të bëhet më i plot sigurisht përmes vlerësimit të një pjese të stafit mjekësor të Spitalit Rajonal Omer Nishani. Kolegë këta, me të cilët doktori ndante jo vetëm orët e profesionit, por edhe orët e lira. Kujtojmë shumë gjëra nga doktor Mitrua, e kujtojmë atë si shok, një njeri buzagaz, një njeri i shoqërisë, një njeri që donte t'i kënaqte të gjithë, t'i kënaqte në punë, t'i kënaqte me haren e tia, një njeri që mirë e përgjegjësi, Mitrua nuk bënte aventura në punën e tia. Nuk donte të rrezikonte tek shëndeti i gruas, radh parë. Nuk do të rrezikonte tek shëndeti i fëmijës si do lindte, që do vinte në jetë. Ditë të krijonte një staf, një ekip, dhe kjo është një nga meritat dhe nga vlerat që ka çdo njeri, çdo profesionist. Përpara se të legalizojë aborti, vinin gra me aborte të provokuara, kriminale, të detyruar kuptohet nga kushtet ekonomike, të detyruar nga rrethana të tjera, që dihen tashmë, dhe ato vinin në gjendje shumë të rëndë. Janë të panumërta rastet që trajtimi që i ka bërë doktor Mitrua, mënyrën se si e ka pritur, i ka dhënë kënaqësinë e të jetuar, të vazhdimit të jetës, të bukurisë së jetës, edhe ne na ka dhënë kënaqësinë që të jep kur shpëton një njeri, kur e ngrer prapa atë për të vazhduar jetën. Një grua me hemorragji nga lindja, ishte një moment i vështirë që nuk ndodhej gjak i mjaftueshëm. Gruaja kishte nevojë për sasi të mëdha gjaku dhe doktor Mitrua gjetë një moment kur të tjerët infermierët ma mirë po merreshin dhe ne po merreshim me gruan, vajti zbriti poshtë tek punkti i gjakut dhe vajti dha vetë gjak. Dihet që profesioni ton kërkon shumë sakrifica. Edhe doktor Mitrua, Çuçi siç i flisim neve, ka sakrifikuar shumë nga vetja e tij, nga jeta e tij si krye familjar. Mund të themi plot gojë që profesioni i obstetrit ginekologut ju bë atij gati si një besim, si një religjion doktor Mitros. Doktor Mitrua dhe materniteti u njësuan me njëri tjetrin. Të kujtosh doktor Dimitrin është një emocion shumë i madh për të gjitha atë çka ai bëri për këtë qytet dhe për këtë spital. Doktor Dimitri do të ngelet i paharuar në kujtesën e mjekëve të këtij spitalit edhe si një profesionist i jashtëzakonshëm. Kur themi si një profesionist, ai u mundua të fuste të gjitha ato teknika që lejon ky spital dhe të hecte pothuaj me hapin e kolegëve të tij në të gjithë Shqipërinë. Ishte nga mjekët që ndonse dhe në një moshë pak madhore arriti të mësonte ekografin, të fuste ekografin në të gjitha vizitat ginekologjike, të fuste një grup ndërhyrjesh
të reja për sa i përket këtij spitalit dhe të bënte të pamundurën për të qenë sa më pranë grave shtatzana, grave të sëmura dhe fëmijëve të sapo lindur. Kolegët kujtojnë vazhdimisht që një nga rastet më ekstreme ka qenë kur ai arriti dhuroj dhe gjak për një nga të sëmurat e tij, pasi në spital kishte një problem, gjaku mungonte në atë moment, gjaku duhej patjetër dhe doktor Dimitri që kishte të njëjtin grup gjaku me të smurën, dha gjak për të smurën e tij. Ai ishte një njeri i dashur dhe jashtëmase i këndshëm për të gjithë shoqërinë. Unë jam i sigurt se me emrin e tij, të doktor Dimitër Çuçi, që Gjirokastra e njihet doktor Mitrua, janë të lidhura shumë fatet familjeve gjirokastrite. Ai ka qenë i pranishëm dhe emri i tij njihet nga fëmijë që sot janë të rritur, njihet nga nëna, nga gra dhe nga gjyshe në çdo familje gjirokastrite. Doktor Mitër Çuçi njihej si një individ kërkues, kurajoz dhe i drejt për drejt. Atë çka nuk duan tek një punonjës zakonisht drejtuesit. Por brenda kërkesave që lidheshin me punën, Mitru asnjëherë nuk mbyllte shtigjet e komunikimit. Ja si e portretizon doktorin drejtori i spitalit Armand Mamani. Kishte vetëm pak muaj që unë mora detyrën e drejtorit të spitalit Ragnall Omer Nishani dhe me doktor Mitron krijuam menjëherë një relat të ngushtë, sepse ishte nga ata njerëz që nuk të linde shumë hapësira për të mos komunikuar me të apo të krijonte distancën. Sigurisht kur merr një detyrë të tillë, sidomos në institucione shëndetësore, ajo që të vë qëllim vetes është kujdesesh për shëndetin e njerëzve. Pra të harruash atë nga sëmundjet dhe aq më tepër nga vdekjet. Dhe sigurisht vdekja e pikërisht një mjeku dhe aq më tepër të një mjeku i cili simbolikisht është tek fillimi i jetës, pra te lindjet, ishte krejt e papritur për mua, normalisht edhe për gjithë stafin. Ai ka ngelur midis nesh në gjitha bisedat, në frymën që ai ka shpërndar, në simboli i korrektësisë, simbol i përkushtimit në punë dhe simbol i asaj që shumica e mjekëve do të dëshironin. Kushdo që kthehet në maternitet dhe ka njohur doktor Mitron, sigurisht që përfshihet nga një valë të rëndjesish, duke kujtuar kohën e kaluar me të dhe bisedat e mbushura plot humor. Në maternitet nuk ka ndryshuar pothuajse asgjë në harkun kohor të një viti. Dhe kjo jo vetëm për sa i përket ambienteve të jetë amortizuara si dikur. Jo. Ajo që mbetet me veçanta është ngrohtësia dhe respekti me të cilin koleget e kanë shoqëruar mungesën e pakthyeshme të doktor Mitros në maternitet. Zyra e tij ka mbetur ashtu si një vit më parë. Dera e mbyllur e saj fare mirë mund të rëmbente në një hamendësim se doktori po lexon apo shkruan diçka në tavolinën e tij. Për të mbritur në një situatë të tillë, më ndihmon më shumë se gjithçka fjala dhe rrëfimet plot sinqeritet e ngrohtësi nga mjeket, kolegët e tij dhe mamit e maternitetit. Kam punuar me doktor Dimitrin që prej vitit 88, kur kam ardhur në shërbimin e obstetrik ginekologjisë, domethënë me të porsalindurit, dhe kujtoj sot ato raste dhe momente që na kanë bërë më të fortë, më krenar për punën që kryenim dhe përgjegjësinë që mbanim. Rastet shumë të vështira me ekstreme obstetrikale, domethënë gjëra tepër të vështira, tepër të rënda, gra me placenta previa, me eklamsi, që me një punë kolosale, me një vëmendje të pakrahasueshme, ato kanë përfunduar dhe kanë dalë me duar plot nga materniteti me fëmijët e tyre dhe ato me një gjendje shëndetësore shumë të mirë. Kjo fal punës dhe përkushtimit të punës së doktorit dhe ekipit profesional që punon në maternitet. Doktor Dimitri i thjesht, i qeshur, i gatshëm, i përkushtuar për punën, aktiv dhe me shumë humor, na vjen gjithmonë në kujtesën tonë, në këtë përvjetor të ndarjes së tij të parakoshme nga jeta, nga puna dhe nga kolektivi. Në punën e tij të përditshme ai pati guximin dhe pasionin e tij të paepur, armën më të sigurt për të realizuar atë sa ai bëri, për të gdhëndur emrin e tij dhe të fshatit, të zonës dhe të vetë kolektivit tonë në historikun e mjekësisë së qytetit, të rajonit tonë dhe më gjerë.
Pasioni dhe dashuria janë flatrat që na çojnë drejt veprave të mëdha. Pikërisht, manifestimi këtyre cilësive i dhan atij mundësinë që të lejë gjurmë në punën e tij, duke bërë që të gjithë sot ta kujtojmë me mirënjohje dhe me respekt. Pas këtyre fjalëve, kupton se ndjenjat njerëzore në ambientet ku jeta merr jetë, me sa duket kanë mbetur të brishta, të virgjera e të patrazuara nga ambienti i jashtëm, dhe vetëm ndonjë qarë fëmijë diku në një dhomë sipër meje më kujton pse kam ardhur sot këtu. Madje duket sikur e të më kujtoj se lotët që po më veshin syt janë lotë në kujtim të tij. Doktor Mitrua nuk hoqi dorë nga shkallët e kualifikimit në profesionin e tij, duke qenë aktiv dhe pjesëmarrës në seminare dhe kurse të ndryshme të organizuara për këtë qëllim. Si dëshmi e koherencës që ai kishte me zhvillimet e shkencës mjekësore për specialitetin e tij, na vijnë edhe një sër certifikimesh të ndryshme të fituara prej tij. Kisha kohë që isha në dieni të përpjekjeve që drejtoria e spitalit po bënte për të nxjerrë në drita freskët që piktori i njohur Bashkim Ahmeti realizoi në maternitetin e Gjirokastës në prag të inaugurimit të tij. Të mbuluara dhe larguara nga sytë e publikut nga diktatura e kohës, ato fresk u etiketuan si një përpjekje e artistit që fëmijët kërkonte t'i krahasonte me ëngjëjt, ndërkohë që një vello misteri po e shoqëronte mbajtjen mbuluar të tyre edhe pas 23 vitesh demokraci. Sigurisht ai që do të më fliste më mirë për to do të ishte doktor Mitro, i cili për hir të së vërtetës, jo vetëm mua, por edhe kolegëve të mi, nuk u refuzoi asnjëherë prononcimin. Unë mora këtë intervistë aty përpara maternitetit, pa ditur se vetëm pak ditë më pas, kjo do të mbetej intervista dhe prononcimi i fundit publik i doktorit të fëmijëve, i cili shpalosi brenda saj dy aspekte. Atë denoncues, pra të censurimit që ishte bërë një vepre artistike në kohën e regjimit kaluar, por dhe atë promovues, ndërkohë të po asaj vepre, për të cilën kishte ardhur koha për t'u ekspozuar publikut për të cilin ishte krijuar, nënave, fëmijëve dhe familjarëve të tyre. E mbaj më shumë mirë, disa muaj përpara se sa të inauguroj materniteti, piktori i talentuar Gjirokastit Bashkim Ahmeti punonte një afresko në mur, po që ishte mbuluar, nuk e shikonim se ç'punë bënte. Në fund fare, kur para se të inauguroj, erdhi një ekip nga Komiteti i Partisë për të parë punimet edhe për të përgatitur për inaugurimin. E zbuluan afreskoa që e pa mbaruar akoma, edhe e ndaluan punimin duke e cilësuar si ku qenë ikona kishe këto. Edhe që nga i moment u vendos një perde e bardhë, edhe në vazhdim nuk vazhdoj afreskoa, nuk u përfundoi përfundimisht. Mitro Çuçi u rit në një ambient ku folklori buron si ujë i krojë të fshatit. Në shtëpinë e Çuçajve këndojnë të gjithë. Marina, nëna e tij, madje i krijonte vargjet aty për aty. Dashuria ndaj folklorit bëri që Mitro Çuçi të lidhet pasgjithshmërisht me shoqatë Lungjeria, një institucion ky që ruan dhe promovon vlerat e lungjerisë në përgjithësi dhe dhoksatit në veçanti. Parë dhe në këtë aspekt, ai mbetet një figurë përfaqësuese e lungjerisë. Mitro Çuçi është nga ata lloj të veçantë lungjotës që me personalitetin e tyre, me punën e tyre dhe me kontributin e tyre ka lënë një emër të madh.
Mitrua ishte njeri me zemër të gjerë. Mitrua ishte një bamirës i veçantë për zonën tonë dhe për fshatat tonë. I ku do ndodhur, Mitro Quqi ishte një dashamirës jo thjesht i krajinës, po i kulturës, i traditave të saj. Mitrua nuk kursente për asambli folklorik Lugëria dhe për vërtarit kulturore që beshin në krajinë e veçanërisht në Noksat. Jo njëherë ai e ka sponsorizuar grupi folklorik në aktivitetet të ndryshme janë zhvilluar qoftë në Gjirokastër, qoftë jashtë saj. Sa herë që shoqata kishte nevojë për sponsorizime financiare, Mitro ta kishte të gatshëm. Mitro Quqi ishte nga ata lunxhop që divanet lunxhota të organizuar në Noksat 2 edicione radhas, Mitro e kam patur si sponsorizues, e kam patur si mbështetës total. Mitro ishte një mbështetës jo thjesht për këto veprimtari, por si doktor në spitalin e Gjirokastrës, lunxhotët dhe veçanërisht doksanjot e kishin si thot populli der babaj. Nuk kish doksanjot e lunxhotët që të hyjnë në atë spital për nevojat i kish dhe të mos kërkonte mbështetjen e Mitros. Dhe ai si gjithmonë e përsëris pranë tyre do të bënte ç'ishte mundur për të plotësuar nevojat, për të ndihmuar edhe për të kryer të njëjta shërbimet brenda atij rajoni ku ai mbulonte me aq dashamirësi dhe me aq dëshirë. Ishte i kudododhur në mes shoqërisë, gjithmonë buzagaz, gjithmonë i qeshur me atë zemërgjersinë e tij dhe kërkonte gjithmonë si do populli këngë edhe valle. Dhe jeta megjithëse për të që e shkurtër është interesante që ai e mbylli jetën atje në mes të këngës dhe në mes të valles. Mitrua kishte një shpirt artisti. Në filmimet që na kanë mbetur nga gëzimet e shumta familjare dhe shoqërore, duket që ai kërcen dhe këndon me gjithë shpirt. Mes folklorit të tij të preferuar, valli i tij mes pikatur mbetet Gribovo. Valle kjo që ka marrë emrin nga fshati ku kërcehet, fshat që gjendet në zonën e Pirit, Janin. Dëshmit filmike dhe fotografike na e paraqesin shpesh këtë fakt. Kërcimi i kësaj valle e kërkon jo vetëm shpirtin krijues, por edhe përgatitjen e mirë fizike. Gribovo, sipas specialistëve, është valle e rëndë dhe bart brenda saj 2 ritme. Sigurisht që kreu i valles duhet të ketë disa cilësi të veçanta. Duket sikur arti dhe sporti në këtë valle bëhen një. Vetëm shpirti nuk plaket, nuk rudhoset. Me sa duket kontrasti i fortë midis shpirtit dhe fizikut në këtë valle, vrau Mitron atë ditë marsi të vitit 2014. Nuk është rasti i parë kur një valle vret. I veçantë mbetet fakti se miku ju i shtrenjtë, ginekologu Mitro Quqi, u nda nga jeta mes një hareje dhe gëzimi të organizuar për festën e nënave, madje iku pasi kërceu vallen e tij më të dashur, Gribovo. Ai iku duke qeshur. Si dëshmi të asaj dite po sjellim vetëm pak atmosferë. Filmim ky i siguruar përmes kolegëve të tij që festonin bashkë me të.
Ndryshe nga mjekët e tjerë që ndodhen përballë sfidave me jetën e një pacienti, ginekologu ndodhet përballë dy sfidave të tilla. Ai ndodhet midis jetës së nënës dhe jetës së fëmijës. Materniteti, institucioni i lindjes së jetës, dhe mjeku ginekolog janë ata që ndihmojnë dhe i thonë mirë se ardhe një jetë të re, e cila në fakt vjen duke qarë. Fal punës së një stafi të mirë përgatitur, vdekshmëria foshnjore në maternitetin Gjirokastës ishte zero. Sigurisht një rol të rëndësishëm në arritjen e këtyre rezultateve kishte edhe doktor Mitrua. Por mjekët që presin në duar një jetë e re, ashtu si të gjithë ne, nuk janë të imunizuar nga vdekja. Ata si ne të gjithë nuk gëzojnë ndonjë status të veçantë përballë saj. Doktor Mitrua është një nga rastet tipike kur individi njësohet me profesionin. Kjo sigurisht është edhe shkalla më e lartë e profesionalizmit. Ka raste të veçanta kur në largimin e dikujt nga kjo jetë kërkon të thuash diçka më shumë se sa fjalët që shoqërojnë një ngushëllim të zakonshëm, sa do emocionale që t'jenë ato. Një motiv i tillë më shtyu mbrëmjen e 8 marsit e një viti më parë për të shkruar diçka modeste për të. Është pak e çuditshme që nisja dhe përfundimi i çdo jete njerëzore ngjason me një portret që është vënë në një kornizë lotësh. Ne vim duke qarë në jetë dhe largohemi prej saj me slotëve për të sjellse të familjarëve dhe miqve tanë. Për vetë profesionin, kur ndahet nga jeta një ginekolog, në fakt ka diçka më tepër se kaq. Ai që sot vdiq, në fakt priste jetën tek çdo nënë e shtruar në spitalin ton. Dhe gdhiej me to në pritjet e lindjes dhe të qarave të foshnjave herët, avon. Ai iku sot pa thënë asnjë fjalë, se të tepërta do të ishin ato gjithsesi. Për të, fjalët le t'i thonë nënat, dhe ti, që si e më foshnjë o njeri. Që një mjek të varoset në ditën e nënës, e çuditshme s'do të ish sigurisht, por tek mjeku ku vajzat u kthyen në nëna, gjithçka perceptohet mendjeshmërisht. I dëgjoj kur qan dhe përballën kohën në kufirin që ndan vajzën nga nëna, të mbushura me ankth, lot, dhimbje, me shumë turp dhe me shumë droj brenda. Për gjithkënd lamtumira është e vështirë, se është dhe mbetet shenjë e përjetshme. Ashtu është ajo edhe për pritësin e jetës, se dhe mjeku, si ne, është qenie e vdekshme. Kërkoj me ngulm një mundësi më tepër që nderimi i lamtumirës të kishte më hije. Dhe ndalem tek e pafajshmja, tek më e vërteta. Për cileni këtë mjek me të qara fëmije.
Shtëpia 155 vjeçare e Çuçajve në Doksat mbetet një destinacion për çdo vizitor vendas dhe të huaj, pasi është shtëpi por të hapur. Ajo fare pak kohë më parë u nështrua restaurimit, gjatë të cilit u plotësuan edhe një 2 meraqe të Mitros, i cili që shumë i lidhur me shtëpinë e fëminisë, portën e së cilës e mbyllte në një mënyrë të veçantë. Edhe kishte një gjë të veçantë. Hapte portën dhe kur e mbyllte pap, dëgjoi porta gjithnjë. Që të mirë dhe kur bënte kështu neve e mirë vesh me thakun që e limitua në shtëpi. Dyert e dikushme të ulta u lartësuan pas këmbguljes së tij, duke u zbuluar kështu dhe harku i vjetër prej guri që e kishin ndërtuar të parët e tij. Vasili, vëllai i tij, po onse Mitrua kishte merak dhomën e trimave, të cilën e rregulloi, por nuk e gëzoi dot. Po merak e kishte për dhomën e tij, atë dhomë e fshet, gjithashtu ose dhomë e trimave që i thoshin neve. Atë e bëri me balkon, me punë, ka bërë shumë të mirë. Dhomëve. Mirë po, fati tia e bëri që ki të mos të gëzon dhe do të këtë dhomë. Ajo për mua edhe të jetë me emrin e tia, të familjes ti, të familje ti. Por një tjetër merak i doktorit ishte edhe mbarvajtja e shëndetit të vëllait të tij në fshat, Vasilit. Aman të mos muresh, se na duhe një shtëpi, të mbash timonin, të mbash të pikë greur, që të vi me ti, me të dabin, ashtu si që kemi zakon të jetën. Porta e Çuçajve sigurisht që do të vijoj të ndjek zakonin mikpritës që mbollën ata që ndërtuan atë para një shekulli e gjysmë, ndonse kërcitja karakteristike e saj pasi hynte Mitrua do të mungoj. As vet nuk e di pse nuk më ikën nga mendja ai kontrasti çuditshëm i fotos së tij, ku është duke qeshur dhe sheriti i zi në cep të saj. Dimri mbi Doksat është i trisht më shumë se kudo. Sa më shumë shtohet ky trishtim nga motivi që më pruri këtu. Hedh syt në peizazhin që më ofron natyra dhe vëre shiritin e bardhë që i ri fshatit mbi krye. Atje lart, stuhia e dëborës vijon të vërtitet kreshtave të malit, dhe gjitha kjo, sepse më ngjan si një shans që natyra më afron enkas për të më ndihmuar sadopak në përpjekjen që po bëj për të harruar qoftë edhe për një çast të vetëm faktin që doktori i fëmijëve, Mitrua, miku ynë i dashur, s'është më mes nesh.